Në qytetet dhe vendbanimet shqiptare, sidomos në qytetin e Kërçovës, nuk është bërë asnjë investim ekonomik nga ana e shtetit. Si pasojë mungesës së investimeve, në hapësirat shqiptare mbizotrojnë papunësia, problemet sociale dhe pasojat që vijnë prej tyre. Me këtë dështim të plot në rafshin ekonomik, të rinj shqiptar në Maqedoni nuk kanë perspektivë. Një pjesë e madhe e tyre në çdo çast janë të gatshëm të shpërngulen për të gjetur punë në perëndim. Shumë të rinj shqiptar vitet e fundit, për të siguruar ekzistencën, për fat të keq, shkuan në vendet e Evropës dhe Amerikës. Pas fitores të komunës së Kërçovës, mërgjimtarët shprehen më të interesuar që kapitalin e tyre ta investojnë në vendlindje, pasi që një gjë e tillë nuk ka qenë e mundur nga udhëheqësia e deritanishme e komunës, sepse gjithmonë pala tjetër kanë qenë të mendimit të shpërnguljes së shqiptarëve nga këto vise, duke mos u menduar se një ditë Kërçova do t'ju takojë shqiptarëve, atyre që me të drejtë ju takon. Për shqiptarët e sidomos për mërgjimtarët kërçovar, ky moment historik i fitores së Kërçovës është momenti i shumë pritur për t'u kthyer në uskanën e tyre të dashur dhe kapitalin e fituar në vendet e botës ta investojnë në vendlindje. Dhe me këtë, do të hapeshin vende të reja të punës dhe Kërçova të bëhet një qytet me perspektivë. Shumë mirë na ka prit, po inshallah kthehemi sa më shpejt, këtu investojmë. Unë jam i gatshëm të qel fabrikë këtu. Jam mundu edhe më 95-ën, po nuk më lejuan. Tash jam i gatshëm se së moment si të më lejuan të qel fabrikë, na të kthehem me gjithë familje këtu. Po ne presim për një ardhmëri shumë më të mirë për qytetarët e Kërçovës dhe perspektiva të hapet për gjeneratën e re që në të ardhmen gjenerata e re mos të ikin në perëndim, mos të jetë ngurbeqar, por të ketë një perspektivë shumë më të mirë këtu në Kërçovë. Ne presim ndryshime. Pikë së pari të fillohet ndalja e të rive për në emigracion, punësim për ata, dhe në bas mundësive të gjinet një bashkëpunim me diasporën në Evropë dhe në Amerikë për investime të reja këtu në vend tonë, për vende pune, si sa më shpejt t'i kthehemi vendlindjes, t'i kontribuojmë Kërçovës, t'i kontribuojmë shtëpiave tona, tokave tona, se me atë mund të mbrojmë çdo gjë, që si e kena popullin këtu dhe mund të mbrojmë çdo gjë në vend tonë. Dhe shpresojmë e ardhmja të jetë ajo që ne dëshirojmë për të gjithë. Të jetë një e ardhme për brezat e ri, të jenë në drejtim aty ku prindët e tyre kanë investu dhe njëkohësisht të realizojnë ato aspirata që ne si popull shqiptar në këtë troje kemi jetu, bashkarisht me të tjerët, dhe pa dyshim shpresojmë e ardhmja do tjetë ajo që do të dëshmoj se shqiptarët kanë meritu. Po ne që ka jemi mërgjim, unë i kam gati 50 vjetë, për rinin, që rinia të shohim pak një ditë ma të bukur, një ditë të bardhë, se për neve nuk e di që ka atë të mërim atë ditë të bardhë, për rinin. Po, për këtyne zgjedhjeve presim përmirësim, presim ma mirë me një fjallë, ma mirë. Dhe presim fitore, normal që dijet. Po, mendoj që duhet me u bo ma mirë. Mërgjimtarët dyshimet më të mëdha për të sjellë kapitalin e tyre në vendlindje i arsyetojnë me mosnjohjen e legjislaturës së vendit, mosbesimin tek institucionet, ndjenjen e ndonjë trajtimi të pabarabartë që mund t'i bëhet mërgjimtarëve që vendosin të investojnë. Por me gjithë problemet, mërgjimtarët sërish janë të gatshëm të investojnë në Kërçovë dhe të bëjnë atë një vend me zhvillim ekonomik. Për të thithur investimet nga mërgjimtarët, duhet të rritet niveli infrastrukturor, si dhe të ketë ligje të qëndrueshme, të cilat nuk do të ndryshojnë çdo vit, sepse mërgjimtarëve u duhet legjislacioni qëndrueshëm dhe siguri.